se ka pun zoti, pyeta. Kemi kalu rreth 10 orë për marrë deri në këtë qytet. Mram kemi mbri, kemi flejt këtu, tash jemi çu herët për po e pim ka një kafe dhe po vizitojmë apo po e shëtisim qytetin. E rëndësishme është me cek se është në mbrojtje të UNESCO-s, pasi që ka vlerat jashtëzakonshme kulturore, pra të trashëgimisë kulturore. Po ashtu është e rëndësishme me cek se ndryshe qyteti quhet qyteti i 1000 shkallëve. Pra jemi në jug Shqipënisë, bëhet fjalë për qytetin e Gjirokastrës. Qyteti i Gurt qëndron i fuqishëm dhe shumë i hapur me musafirë. Gjirokastra është qytet në Shqipërinë jugore, banorët e të cilit quhen Gjirokastrit. Qyteti është një nga shembujt e mbijetuar në Ballkan të qyteteve tregtare të stilit otoman. Njëra nga shpjegimet për priardhjen e emrit të qytetit është kjo. Sipas legjendës, gjatë rrethimit përfundimtar të qytetit nga turqit, princesha Argjiro, motra e zotit të qytetit, u hodh nga muret e kalas bashkë me djalin e saj për të mos rënë në duart e armikut. Takimin me udhërefyesën tonë, Magdalena Margariti e bëm në një lagje përrallore, që quaj Pazari i Vjetër. Mirë se erdhët, përshëndetje, nuk e kanë mirë të Jo larg qendrës së qytetit të vjetër, më të dëgjuar se ne jemi nga Kosova, disa dyqangji dolën nga dyqanet e tyre duke na uruar mirëseardhje, me çrast na ofruan nga një dhuratë modeste, të cilat ishin punuar nga materiale të ricikluara. Mada na propozoi që fillimisht ta vizitojmë krenarinë e këtij qyteti, kë tjetër përveç se kalan. Rrugës për në kalat të qytetit, po ashtu pam një gurgëdhendës i cili kishte punuar shumë figura të rëndësishme të historisë shqiptare. Ishte në moshë, por puna nuk e kishte lodhur. Ai këtë zanat e kishte pasion. Kalaja e Gjirokastrës ishte mbreslense, sepse ajo ngjante një oqeani të thellë me plot mistere. Jemi në qendër të kalas së Gjirokastrës. Kalaja e Gjirokastrës është cilësuar nga studiuesit si e dyta në Ballkan për nga madhësia. Gjirokastra është një qendër e vjetër. Muri i parë prej guri që zbuluar daton në shekujt e 3 të 4 para Krishtit, ka qenë një fortifikim, pra supozohet që atëherë. Momenti i dytë i rëndësishëm për Kalan ka qenë kur u rindërtua nga familja princërore e Zenebishve, u zgjerua dhe mori formën e fortesës, ka qenë një fortesë për arsye luftarake. I gjithë qyteti në atë kohë, në vitet kur u pushtua nga turqit, ka qenë këtu brenda. Thuhesh që fillimisht qyteti ka pasur 200 shtëpi, përfshirë garnizonin dhe gjitha objektet e tjera të jetës së përditshme. Më vonë qyteti u rit dhe filloi të dilte jashtë mureve të kalas. Momenti i tretë kryesor ka qenë momenti kur Ali Pash Tepelena e rindërtoi Kalan, e solli në këtë formë që ne e shohim sot. U nisëm për tek shtëpia e shkrimtarit të njohur botëror Ismail Kadare, po për të shkuar atje,
ne kaluam mes për mes pazarit të vjetër. Kjo pjesë quhet Pazari i Gjirokastrës, është qendra e qytetit, është dhe qendra historike e tij duke u cilësuar e tillë qysh nga viti 1961 kur qyteti u shpall qytet muze. E gjithë kjo zonë konsiderohet si një muze i gjallë arkitekturor në natyrë. Aktualisht ne jemi në një nga 4 rrugët e tij kryesore, të cilat priten atje ku ne i themi qendra e qytetit. Domethënë si pikë referimi e marrim qendër të qytetit. Kjo është shtëpia e Ismail Kadares, është shtëpi muze dhe është e mbrojtur nga institucionet e shtetit. Nëpër këto rrugica Ismail Kadare ka kaluar fëmijërinë e tij dhe duket se ka pasur bazë të fuqishme për inspirim. Fuqia e shkrimeve të Ismail Kadares duket qartë prej nga vjen. Gjirokastra jo vetëm sipas mendimit tim të frymëzon për të prodhuar. Nuk është e rëndësishme se çfarë pune bën, por për shkrimtarët besoj se për këtë frymëzim që të jap qyteti, flasin edhe romanet e njohura të Kadares. Ky quhet sokaku i të marrëve. Tingëllon pak sa çuditshëm, por thuhet që nga kjo rrugë, gjithsesi nga kjo lagje, kanë dalë shumë figura të ndritura të kulturës, historisë, dhe një ndër to është shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare. Jemi duke shkuar tek muzeu etnografik, i cili gjendet në lagjen Palorto dhe që është lagja më mirëmbajtur e këtij qyteti historik, por kjo shtëpi ka qenë edhe shtëpia në cilën ka lindur diktatori Enver Hoxha. E vizituam edhe shtëpinë të cilën kishte lindur diktatori Enver Hoxha. Ajo ishte një shtëpi me të gjitha karakteristikat tipike gjirokastrite dhe ishte një ndër objektet më të frekuentuara nga vizitorët. Nëse ke shkuar në Gjirokastër dhe nuk e ke vizituar shtëpinë e Zekateve, atëherë të falet të thuash se nuk ke qenë në Gjirokastër fare. Kjo do të thotë shtëpia e Zekateve, e pse Zekateve ke shtëpi? Është është mbiemri i fisit të Zekove. Në Gjirokastër, në gjuhën e vendit, duke jetuar këtu një fis i madh quhen Zekatët, fisi i Zekatëve. Është një shtëpi tipike, një shtëpi e tipit kull e mbrojtur, me gjitha elementet e shtëpisë tipike gjirokastrite, duke filluar që nga katet e nëndeshme ku janë bodrumet edhe stera e famshme e ujit, edhe duke u ngjitur pastaj te dimrorja edhe në katet më të larta që përdoreshin në stinën e verës. Është tipike e kohës kur është ndërtuar. Në atë kohë kur shumë familje të mëdha gjirokastrite kishin një ndërtim shtet, të themi, ishin familje shtet, kishin statusin e familje shtet, me burgjet e tyre, me zakonet e tyre, me luftarët e tyre. Kur kulla e shikoni, mbrohesh nga gjitha anët për të evituar gjitha rreziqet e mundshme. Shtëpia e Zekateve është ekzemplari më i mirë i kullës së tipit otoman që ka mbijetuar në Gjirokastër. Kur mbërritëm tek vendi ku du të përgatitej dreka, të dera na priste mjeshtri i kuzhinës Fotaq Zholati si dhe çuni i tij Angelo. Ndodhemi në ambientin e restoranit Victoria, ndërsa ushqimet tradicionale të Gjirokastrës sot donë me na i përgatit mjeshtri i kuzhinës Fotaq Zholati, së bashku me bashortën e tij Luizën dhe Klodianën. Ndërsa po ashtu, me praninë e tij na ka ndërruar edhe mjeshti tjetër i kuzhinës Ylli Muho, i cili njëherët është edhe kryetari i komunës së Antigoneas. Fotaq, faleminderit shumë.
Edhe çka ka vendosur na përgatitse? Unë falenderoj shumë. Të flasësh për kulinarinë dhe gjëra karakteristike gjirokastrise është një pafundësi. Koha është relativisht tepër e shkurtër, por megjithatë neve do të përgatisim sot disa asortimente, rreth 5 asortimente që janë byrek me lakra të egra ose qahit, do bëjmë shapkat me miell mistri, do përgatisim pasha qëfte, hall me miell gruri, mund të bëjmë në fund edhe një ëmbëlsirë tjetër që është oshaf me fij të thatë. Këto janë karakteristike, plus të tjera tepër të tjera që po të zhbirosh është një pafundësi. Normalisht gjirokastra është shumë e pasur. Gjirokastra është tepër e pasur. Kjo. Megjithatë pjesën për zgjedhjen e asortimenteve, do t'ja lëm dhe fjalën e Zotit Ylli që ai specialist si unë. Ndërkohë ne të fillojmë punë të fitojmë dhe në kohë, po përgatisemi direkt, po merremi me byrekun me lakra të egra ose qahit. Gocat jemi gati të fillojmë? Okej. Atëherë kalojmë ande neve dhe Illo jemi gati. Tashi. Po. Do marrim mielin të pari, pak ujë, pak krip, yndyrë dhe zëm një brum për byrek. Shumë mirë. Relativisht një brum pak i fort, jo shumë i fort. Okej. Bravo. Mundarin dhe tërë, s'ka problem, varet sa do. Sipas asortimenteve që do të bëhen, sipas sasisë që kërkohet, e kupton? Ato recepturat do t'i kemë. Miell, çka ka aty? Recepturat do t'i jap më vete. Zakonisht Kisht vaj, vaj vegetal ose lëdi. Okej. zakonisht brumi kudo që shkojmë bëhet njëjtë, domethënë miell, krip, Ai brumi byrekut, që brumi byrekut. Dhe uji duhet i vakët. Uji mundësisht jetë pak i vakët, po. Okej. Ordoj. Dalim pak më këtë pjesë Po, këtu që të shihet më mirë. Sal. Po. Po. Ylli, ne dim që gjirokastra ka domethënë traditë të kuzhinës edhe është një prej mos them e para prej vendeve domethënë që quhet për kuzhinë. Së pari unë dua t'ju falenderoj që na keni sjell pak aromë gjakove, pak ëmbëlsirë nga Tetova, pak tradit nga Ulqini dhe mandej për të mos u futur tek përvoja shkodrane, korçare, e Elbasanit, që ju tashmë po i me të drejtë po i afishoni në kuadrin e një nisme shumë të mirë për gastronominë mbarkombëtare shqiptare. Gjirokastra zë një vend të veçantë, do të thoshja që është ndër trevat që përbën kulmin e kulinarisë apo të gastronomisë shqiptare. E them me mburri dhe krenari, pse Gjirokastra është ndër vite që është shquar, jo fal profesionistëve si puna e kolegut tim, Fotaj Xhulati, por edhe fal asaj tradite historike ndër vite që kanë pasur gjithë anvisat gjirokastrite, dhe jo vetëm ato, por edhe zona e Zagories, zona e Lunxharis, e Labëris, pse jo edhe minoriteti grek që jeton në Shqipëri. Ndërthurja dhe kultura e gjitha këtyre trevave përbën atë krenari në kulinarin shqiptare dhe gjirokastrite që ne vërtet krenohemi. Vetëm një moment kjo u përgatit, a? Po, Bromi tani e është ndajmë në pjesë, a? Pjesë za të vogla. Po. Dakor, okej. Ju vetëm shërbeu, unë ishin nikosisht në Zotin Yllin po e ndëgjojmë. Nikosisht po kyçemi me përgatitje procesit. Unë ndihem mirë se ju sot keni zgjedhur restorant Victorian, pronari së cilës është kolegu dhe miku tim Fotaq. Ndihem mirë se keni gjetur personin e duhur, keni gjetur të mesme në art, mes traditës të kaluarës dhe gjeneratave që e aspirojnë këtë profesion kaq të mirë. Është mishërimi i kulturës gjirokastrite, pa diskutim të kulinarisë, dhe në fundit është mishërimi një qytetari korrekt dhe ekselent në jetën dhe në qytetarinë e tij. Po të shofësh dhe po të pyesësh në gjithë qytetet të Shqipërisë, dhe jo vetëm që ju keni vajtur me këtë emision të nderuar, do të shofësh që gjithë shefat e kuzhinave janë
për të mos thënë shumica 60-70% janë prej Gjirokastre dhe më sakt prej Zagorijës. Këto si po i quheni këto lulet e egra, a? Ato janë lakrat. Lakrat e egra. Këto zakonisht i merrni në kopsht apo? Në kosht, në kopshe dhe kultivojnë, ka dhe të kultivuar, po naturalet Po, janë dalin, koma, po dalin më vetë veçantë. është një mrekulli. E veçantë atyre është që jo vetëm klorofili, po ka një pafundësi mikroelementesh të cilat ndihmojnë në stomak për të gjatëretjes së ushqimit. Tani Çka po vojmë? është gati, Po. do përgatisim qep të njoma, të thata, që do t'jedhim. Përgatisim pak që. Lakrat janë gati të grira të larat. Edhim të jatë. Gri pak qep të thatë. Fotash kujdes gishtët. Tash më. Tash ka bërë. 37 vjetë. Ndërkohë, Qep të reja. qep të njoma, Ose të reja, si që thënë. ose të reja, Po, të njoma. Gjithë gishta. gjithë gështë, komplet. Po, po, gjithë. Tani është sezoni, është koha e tyre, janë mjaft të shishme, të njoma, Në fakt ju më bët ndërë se unë kisha vite pa e parë fotajtjen, se kemi punë. Po shumë vjetë. Më bët ndërë, sinqerisht. Po, tashi, këtu lakrat e egras, ishtam? Po, Janë zonjat e pregatisin, i presin në copëza të vogla. Do më thënë një larë, janë grirë. Ja, pa tjetër. I presin në copa të vogla, vendosen në një kullis që ikin ato ujrat e tepërta që ka. Dhe në të shtojnë qepën e bardhë, Dhe qep të Por, qepën e njomë, dërgo, grim pak më ndënos, shtoj më ndënosin e freskët. Po. Kjo është kopro, mjaft aromatike, Kopro, edhe kjo është shumë e shishme, Bashën. sepse lezetin dhe shien pikërisht këto herza e Absolutisht. Shtojmë pak rjuzmë ose nenegjik, që thoni, Po. përdoret në Nuk e këtë di temë. si thoni një vëzhgjismë. Ne në Gjirokastër themi rjuzmë. Apo e kam babi? Nenegjik për. Po, po. Tani, merren çikshë. Këprasisht është një flet. Si thoni ju? Ajo përdoret Kjo përdoret pazakonisht si çaj. si çaj, Ja, kur ke vimi barku. Na që e kemi çaj nane po në shembull. Merë. Si quhet? Na i thojmë çaj nane. Jo, menta, është Ose çaj menta, menta. dakord, po e njëjta është. Nana ose menta. Aromë të tillë, tamam si te menta. Menta ka aroma si Vjosmo i themi ne. modernizëm. Jozmo. Vjosmo. 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 Çaj me Ide menta. të tërta, s'ka problem. Ide i copja. Shtojmë pak djathë të barë. Gjathi është i lopës. Po, djathë lope. Po, i vëndi. Gjithmonë flasi për asortimentet. Patjetër. Gjirokastër Gjitha vëndi, këto po, produkte janë Të gjitha të janë Gjirokastrës. të Gjirokastër. Dhe pse mos themi dhe bio, përderisa këto të gjitha këtu deri tani jemi. Po. Hedhëm dhe pak krip. I perir sipas dëshirës. Po. Sepse ka njerëz që dëmton shumë. Po, megjithatë, disa i dojnë, disa jo. Po. Si pas dëshirës gjithmonë kripa. Në fakt, shefi nuk bën këto punë. Shefi bën... Vendos kurorën në fund. Ne kemi probleme. Ne s'kem probleme. Po, për veti. Atëherë shtojmë pak, mund të shtojmë edhe pak vaj ulliri. Po, kemi këtu vajin neve. Okej. Kemi Kish këtu vaj vajin, ulliri. po. Okej. Edhe dhe pak, ashtu dhe i përzijej. Vaj lule djeli, po? Edhe vaj ulliri përdoret. Se. I përzirë së bashku. Normalisht, po, absolutisht. Po, kështu punon. bravo, nuk punohet me luke pinu. Po, jo, për këtë razi. Si na dojmë sa më origjinale me Po, se. bravo, tani më të simi në... Ashtu si ta bëjmë tradicie. Ashtu është, tamam. Problemi është Dhe mëshja është gati. Ndërkohë, kemi tepsin, Të lyerë. e lyetëm. E kemi gati, Luisa? Po, e lyem. Është gati.
Më bushoj. Okej. Kështu, marrim lakat. Po. Hapi kështu. Apo se pysh. Edhe kështu. Hapi kështu, komplet gjithë. Do të hapësh gjithë. Si duhesh. Në pak se kemi dhe tjetër, bo. Është edhe peti tjetër me... Po. Hapi edhe në qik. Bo, s'ka problem. Po. Se do thonë të guan gjirokastrit të kursyrë. Po. Është bërë në qik e ho, po s'ka problem. Skaj. Lidhe që buzët. Të na në Kosovë, zakonisht kur shkojmë Gjakovë, thonë këta janë ma dikush edhe cici, që do më thonë këtu përdoret koprac. Kopras. Kursyrë. Po tash nuk dënë kupton që me të vërtetë ata jonë, po kështu ju ka mbetur kam të si bërë, jamni. është e vërtet. Edhe për Gjirokastrën dëgjum njëjtat fjalë. A është e vërtetë? Ja, nuk qëndron. Ja, s'është e vërtetë. Se edhe kur kemi shkuar në Gjakova ata kanë thonë nuk qëndron se Gjakovarët janë ashtu. Janë një koqirë. Një koqir, po. Prandaj kanë Ka ngilur ajo. okej. Do të thonë kundër. Din të ruajnë produktin, mallin, Po. të japin një jetë të gjatë, Ta ta promovojnë. përdorin aq sa duhet aty ku duhet, dhe kjo quhet në shprehje popullore është një koqirllëk. Një koqir. Abra. Po jo se janë të kursye, jo. Gjirokastrit janë shumë bujar. Kjo është e vërtetë. Mos po ja ban çefin vetit pak? Jo. Mirë, po duket shumë interesant. Në këtë formë se komponën janë. Okej. Vetë me lirshme kështu. Ky është një ndër asortimentet që në Gjirokastër përdoret shpesh dhe besoj bijem dakord me Fotaqin që siç e bëjnë nënat Gjirokastrite, unë dhe Fotaqi zor se e bëjmë. Që do të thotë që tradita nënat në shtëpi e gatuajnë diçka më mirë. Ashtu. Ne jemi fal përvojës dhe eksperiencës së atyre. Pavarësisht se mund të kemi ngritur në art gjëra shumë herë të tjera më të mira, por shapkati i Gjirokastrit është me gjithmonë është një ndër asortimentet që anvisat Gjirokastrite me drejt krenohen. Po duket Njera interesant. ime e bënte kur e kam arritur unë, ja bënte pak prerje, ja bënte gati këto. Dhe këto Pse prerjen, Luiza? nuk e di si duket të hynte në thellësi. Ashtu. Edhe pjekja, depërton më mirë. Depërton më shpejt, edhe vaji, ndyra për shembull hyn më brenda. Edhe vazhdon, për shembull dhe i blyen e pak këtu në thellësi, dhe kështu, domethënë del ajo. Edhe janë gati si racione. Pra, asortimenti është gati. Tani për të futur. I gatshëm për furrë. Të çojmë në furrë. Të lumë shumë duar. Sa duhet me qëndru në furrë? Ai 25 minuta. Edhe është i gatshëm për. Patjetër. Në temperaturën rreth 250 gradë. Shëndetsu, Po, është gati, po. njëkohësisht dhe vendosim. Kur është e nxehtë, vendoset në furrë të nxehtë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Na bëj mirë. Rafsh. E tash po më intereson çka kemi me përgatit? Çka është tash e radhës ushqimi? Po. Luiza do përgatisim një Shapkat me miell gruri. Shapkat me miell gruri. Po. Mirë të shohim. Do edhe mielli. Mirë, okay. Do shojmë edhe në dasët e psis që kemi. Do edhi. Kemi. Do edhim krip. Do të që në kemi një qik. Do edhim pak sod. Sot, kjo Sod. Bikarbonat. Si për të ardhur. Do edhim qumësht. 2 kokra ves. Për atë dhe psi, kuptohet. Po veç dhe në Gjirokastrite? Po, mor. Që do gjegën në Gjirokastër. ka Gjirokastër edhe pula. Po, është e vërtet, që ka. Edhe i kanë shumë të mira. Do shtjene pak yndyr. Vaj vizitër. Po. Dhe Bëjmë një brumë të hollë. do ta shikoj. Bile, do shtoj. Po kjo më i hova. Po, kjo është me hollë, po. Se në Jo si duhet për... rribegut. Jo, kjo është më i holl, është gati si petullat. Si brumi petullave i derdhur, gjë i derdhur, ja. Bile ka nevojë edhe për një çik. Luiza, po duket që ja ke vjedh zanatin fotasit apo? Luiza ka mbaruar Luiza shkollën. ka mbaruar dhe Luiza shkon në kuzhinës. Po, okay.
Edhe kështu që... Do të marrë në Gjirokastër njerëzit përfundojnë shkolla për këtë punë. Të shoh nga lëvizjet. Do provojmë pak për kripën. Dakor? Në qoftë se për mua është mirë. Mirë. Është për Për ti të mirë. tjerët, po, Në rregull. është mirë. Absolutisht mirë s'ka problem. Tashti, për të tjerët pastaj varet, sepse ka dhe vetë kanë lakrat të djathtë, dhe do bëjmë dhe një brumë tjetër mbi të. Ka Po, Muret, lyje. ne? Sepse ajo i ndyrë që është, do dalë mbi të, s'ka problem. Dakor? Ky brumi është, shkon sa i hollë? Po, shumë i hollë. Bilet tjetër do dalë edhe më i hollë. Mbajmë pak për mbi të. Ta kupton? Marrim lakrat që i kemi gati, që thamë. Ato me Po. lakrat e Që ka egra. lakrat e Ato që egra i përzim. që përzim Për ke pregatim. byreku. Po, Ta kupton? të njëjtat i Të shfrytëzohen këtu. njëjtat. Po duket mirë. Shumë i mirë, edhe ishi ata provoni dhe shumë i shishëm. Që është doli fiks edhe kjo. Dhe është jemi gati. Kemi mbajtur një çik brumë, po na duhet pak më i hollë nga pjesa e poshtme. Dakor. Për të mbuluar lakrat që të mos digjen, kur të piqen. Po, po. Kështu që do vazhdojmë të hedhim edhe pak qumësht në atë sasi. Dakor? Po, shumë. Po tash, vetë që përgatit kështu në restoran, për shembull, në shtëpi, priton, a je i plotueshëm apo Në shtëpi vetëm po kam miq, po kam klas, po, se ndryshe jo, nuk kam kohë. Nuk kam kohë, s'm del kohë. megjithatë duhet edhe pak kohë me pushu apo jo? Kur të shkosh në shtëpi. Sigurisht, po. Pra, i Kështu hedhim është. mbi të, vetëm për të mos u djegur, domethënë lakrat, dhe marrin edhe faqe, domethënë. Kjo një kore o gjatë pjekës. Po, kuptoj. Dhe i njëjti brumë është, pavarësisht se tjetra bëhet pak më e hollë. Dakor? E hedhim të tërën se s'ka asnjë gjë. Tia. Gati. Çdo gjë. Është. Përfundoj? Po, përfundoj. Kjo është gati gati dhe për piqet punë. në Shumë e furrë. bukur Furra për gjithmonë është gati, Po, i ndezur, e nxehtë, e po. nxehtë, Normal. dhe, dakor? Faleminderit. Okej. Tash Fotashi do më na përgatit çiftçi. Fotashi, ç'është çiftçi? Qifqia është një asortiment karakteristik Gjirokastrit, Po. që përgatitet me oriz, me vez, dhiozmo dhe piqen në tigan, që janë tigan të veçantë apo stafat për këtë punë, që janë tigan me gropa dhe përdoren vetëm për këtë asortiment. Dhe karakteristike është që në Gjirokastër ky asortiment ishte vërtet i rrallë, i jashtëzakonshëm dhe qoj vetëm në raste kur në një familje ishte një grua për të lindur. Pra, i shkonin me një buket, me një peshqesh, që thonë, me një peshqesh, me këto, me qifqi. Ose si që thonë të tjerët, jo Gjirokastrit, thonë që janë si qofte me orize, këton? Si koncept, si koncept. Kurse e veçanta e këtyre është që përgatiten dhe shërben vetëm në këto raste. Kështu ka qenë traditë Gjirokastrit. Ku ishte një grua për të lindur, i shkonin me peshqesh, vetëm me qifqi. Tigani zakonisht është një tigan i math, me gropa të mëdha dhe normalisht bëhet në zjarr me dru. Për momentin nuk e realizojmë dot, po ne kemi tiganin ton të kuzhinës, që i bëjnë në porcione të vogla dhe i shërbejmë në restorant dhe në gjitha rastet e tjera dhe i kemi edhe një asortiment që është në menun e përditshme. E çka nevojitet për çiftçi? Po, Cila këtu përmesa? kemi orizin, mundësisht orizi duhet jetë kokër rumbullak, jo i gjatë, Po, do që elipsis, përdori për pilaf, jo me shkëlqim, pra duhet jetë oriz që të zjej fort dhe të marri shumë ujë. Pra, dhe zjet plotësisht. Raporti i orizit me lëngun ose me ujin është 1:3. Pra, një mas me oriz, kjo është një mas orizi, aty kemi tre masa me ujë. Vendosim tenxherën me ujë të nxehtë dhe pak kripe vendosim në zjarr dhe kur merr val shtojmë orizin dhe lëm të zihej si pilafi, po të zihej plotësisht.
të ketë marrë të gjithë lëngun e saj. Atëre, ai oriz në atë moment është i gatshëm. E lëm e hapim një tepsi që ftohet, shtojmë vezët dhe pastaj jemi gati për ta çuar për ta skuqur. Ndërkohë, neve marrë kemi tenxhere, e çojmë mund ta çojmë lyza, e vendosim në zjarr dhe me të marrë val shtojmë orizin dhe jemi gati. Është momenti që neve kemi mbaruar procesin e zgjedhjes së orizit dhe Klodiana tani do na Atë që shpjegohet. Po, është orizi që e ka gjithë masën e ujit. Është i gatshëm. Do ta përgatitim. Përgatisim masën, po. Do t'i hedhim vezë. Sa vezë duhet? Zakonisht në 1 kilo oriz ne i hedhim rreth 16 kokra. 16 kokra? Po, sepse ajo vetë veza e bardha e vezës që koagulohet gjatë skuqjes, ajo e bën që ta mbledhë dhe të ruaj formën e saj dhe ta bëjë dhe të shishme, po e ruan që të mos hapet gjatë pjekjes. Që të marri... Pra kjo ajo që thash unë nane, ajo ma herët, a përdorëm për atë pitën? Po, mirë, të bërek. Vjozmo. Vjozmo, ka i thonë, po... Kjo është në realë është e nane, se pendia romë. Është e rëndësishme që orizi mbas zgjedhjes duhet menjëherë të hapen në tepsi dhe të lihet të ajroset, të mos jetë i nxehtë. Orizi domosdoshmërisht duhet të jetë i 5 minuta 10 është. Patjetër, 10 minuta është bosi dhe pastaj bëhet, sepse po të jetë e ngrohtë ajo nuk lidhet. Është gati për skuqje. Po. Tash po shkojmë tek tigani. Shkojmë tek tigani? Mirë, skuqim qast. Ky është tigani? Ky është tigani me gropa, që përdoren për formën e... Nuk pas na pa si lloj tigani. Interesant që nga. A shumë e vjetër, po tash? Ky mund të jetë... Duhet si 500 vite. Po të paktën duhet të ketë da... 50-60 vjetë i ka, është e sigurt, është e sigurt. 50-60 vjetë po kemë dhe tiganë të tjerë, që janë me gropa të mëdha dhe original. Kur kushinjerat përgatisin ushqim, atë? Po? Kam dëgju se e kanë i natë me i shiqu dikush të përgatit ose nga omarat receptën. Po, është e vërtetë. Po, është e vërtetë. Po. Zanati populli thotë që vidhet. Po pra, vidhet, nuk falet. Gjithashtu ka marrë... Po, ka marrë valë. Uj, mori, kemi hedhur pak krip dhe është gati. Shtojmë orizi. Po tash duhet ta lëm kështu? Po, vendosim kapaku dhe e lëm në zjarr të ngadalshëm. Po më intereson, a duhet në vaj kështu tamam krejt vaj? Po, patjetër. Grobzat e tiganit mbushen plotësisht me vaj. A piqen shpejt qifqit? Nuk vonojnë shumë, edhe 2-3 minuta është gati tigani. Tash do të na përgatisin pasha qofte, ose qofte të pashajit. Pasha qofte, do më thonë, në emën të Ali Pash të Pelenës, pashajt të Janinës. Është shumë interesant që i ka mbetë edhe jamni. Sigurisht. Shumë rastësisht. Do të thonë kjo që ata kanë hongër mirë. Po, patjetër. A të shohim se si përgatitet? Bile dhe teknologjia shqiptare ka disa asortimente që mbajnë në nënshkrimin Ali Pasha. Ali Pasha. Po. Për shembull. Ka shumë, është pule mbushur me gështinja. Ali Pasha. Ka asortiment tjetër gjel deti i mbushur. Ali Pasha. Ka me stafide dhe një lloj kabunie që quhet Ali Pasha. Por ka boll që njihen, që janë trashëguar qish në vitin 1780 e tjera dhe janë trashëguar dhe vazhdojnë që të kanë ngelur në traditën edhe të qytetit tonë. Po del që ai pas ka pas shije për ushqim. Po sigurisht po. Kuzhinier s'ka heket. Atë shohim se si përgatitet. Çka më nevojitet? Në nevojitet mishi i viçit, mundësisht të jetë nga pjesa muskuloze e tij, që janë
pjesa e pulpës, poshtë, ose pjesa e qafës. Ato janë pjesët dy më të mira, muskuloze. E grim, mos ish 2 herë në makinën e mishit, dhe e kemi asortimentit të gatshëm, unë e kam mbaruar këtë proces, dhe e kemi në lartë. Tani, këti asortimenti, mishit, do të shtojmë. Do të shtojmë pak kryp, piper të zi. Tani, shtojmë pak oriz. Orizi dhe ai që folëm pak më lartë ai që i fqive, është normal, sepse do zjedhe duhet që të marri lagështinë e dur, do të shtojmë qep të thatë, mund si të jetë sa me holl, ose mund të grije dhe në trift, në grisën e qepës. Gati jam e ta vjetë zanat. Pa mundet, po. Mund si sa më imët, e shtojmë qepët, e shtojmë majdanos, të freskët, do të hedhim vezë, vetëm të bardhën e vezës, është e rëndësishme, në mënyrë që duke koaguluar ajo e ruan formën e saj. Me pak kujdes. Vezët domos do të jenë të freskëta bu. Fotash pse vezë të bardhë e vezës? Çka ndikon? E bardha e lidh brumin, e lidh qofte. Gjatë zjerjes, ajo e lidh dhe nuk e lë të lëshohet brumi. Pra ruan sa më mirë formën e vetë. Është më lehtë mi dhanë formën. Vërtet. Orizi po ashtu, duke qenë higroskopik, ai merr ai lagështin dhe ruan gjithmonë. E hedhim pak ujë për të ruajtur freskinë e tyre. Dhe të verda do t'i përgatisim më pas kur të bëjmë kremën që do të shoqëroj asortimenti. Atëre, shtojmë të bardhët e vezëve. Dhe kështu, brumin e kemi gati për ta përgatitur qoftë të vogla. E përpunoj. Them që brumi është gati. Do Ismail Kadari sa ka ardhur në Gjirokastër ka këto i do pa pasha. Tash jemi në procesin që do të kalojmë brumin, ta bëjmë qofza të vogla. Pak ujë të ftohtë lagim çik duart, përdonë më që ti kemi gjithmonë. Dhe kjo është masa, zakonisht që bëhet në një restorant. Në shtëpi mund të përgatisim edhe pak më të vogla, por në restorant ato janë normale. Në zakonisht bëhen 4 kokra me kremën e vet për një racion. Në këtë asortiment nuk ka nevojë të përdorim bujonet e lëngjeve të viçit e tjera, sepse vetë asortimenti është nga mishi i viçit. Pra, gjatë zjerjes ajo do lëshojë lëngun e vet dhe e bën shumë të shijshme. Nuk ka nevojë, prandaj e përdorim vetëm me ujë. Po tash ka ardhur momenti me i qitë pashaj qoftet në këto, po? Në lëngun që kemi përgatitur. Çka përmban lëngu përveç ujit? Lëngun do të hedhim pak krypë. Një lugë, Një lugë është e bollshme sepse dhe qoftë zatë që kemi përgatitur, ne kemi hedhur dhe kryp dhe piper e tjera. Do të thotë përveç krypës nuk ka diçka tjetër. Ka dhe diçka tjetër, atë lëngun e limonit i dhëmë. Lëng limoni? Po, kishni domosdosh. Pse lëng limoni? Sepse i mban të mbledhura dhe ruajnë formën gjatë zjerjes, qoftet që kemi përgatitur. Është e domosdoshme. Po dhe jap shije padyshim. Patjetër. Limoni jap shije. Një sekondë marrë pak varë, si gati. Jena gati. Ujë mori val. Mirë.
25 minuta gjysmore këto janë gati. Zje nga dalë, me ujin e vet, mbulohet gjithë masa me ujë, edhe zje nga dalë dhe pastaj do të përgatisim salsën e bardhë me lëngun e vet, që do të përgatisim një krem që ka krem i bardhë bazë, po që përdoret për të mbuluar produktin dhe do të japim ato shijet e veçanta që ta bëjnë vërtet bukur dhe të shijshëm. Tash sa ka mbaruar, jemi gati të përgatisim dhe kremin e bardhë që shoqëron qoftë. Ma në gjere me fund të rëmbullakt, shtojmë pak djalë, receta do t'i themi më pas, që visa të kenë mundësi që t'i shofit, t'i filmojnë, që t'a bëjnë sakt asortimentin. Ta shemi. Shtojmë mirë. Njeri duhet të shkryj plotësisht me gjallë. Po të ndryshëm, do të bëhet kokra, pastaj dhe në qoftë se ndodhe ai proces, mund të shtojmë pak ujë të ftohtë dhe stabilizohet dhe rregullohet. Shtojmë nga pak lëngun e kemi përgatitur. Kjo teknologji quhet salcë bardhë bazë me qumësh. Bëhet një krem, shtojmë qumshin. E lëm pak të ftohet dhe të verdhat e vezës të cilat I kem hequr më herët. me hequr me herët. I punojmë pak. Dhe hyrët në kremin e përgatitur. Hedhim asortimentit. Kjo përfundoj. Jo më shindur. Luiza, tash çka po do më na përgatit? Po më duket diçka të mirë, po s'pe di çka. Po, është një ëmbëlsirë shumë e mirë, Eurogastrite, që quhet asude. Asude. Kjo është me nisteshte, ujë, sheqer. Dhe yndyrë, vaj ullirit dhe gjalp, një kosisht, në të dyja, domethënë japin shumë shije. Edhe konkretisht marrim, është kemi 2 sheqer, Sa ka përmbajtje sheqer? 2 goda. 2 gota. 2 goda. 2 goda çaj. Po, 2 goda çaj. do edhim 4 goda me ujë. Uj, okay. E kupton? Raporti i ftohtë, apo? Po, i ftohtë dhe do ta vëmë atje sepse po të jetë i ngrohtë pikset me një Po. herë. Kështu që duhet avash në zjarr. Kemi edhe 2 goda me 27. Të dyra ato, njëkohësisht, i hedhim dhe i trazojmë. Dhe do të vendosim në zjarr në mënyrë që të shkrijë nisteshtea edhe sheqeri njëkohësisht. Domethënë po ishte i ngrohtë, domethënë ajo do pikset dhe nuk do harrej të bëhet. Domethënë po raporti është 1:2. Okej? Këtë ne vendosim në zjarr dhe gjatë kohës shtojmë gjalp dhe pak vaj ulliri. Dakor. Gjalpi është më i mirë, kuptohet? Patjetër. Bio. Po. Eurogastrit. Si gjithë tjera. Kështu që tash e vendosim në zjarr. Vërgu? Okej. Unë po shkoj. Marrëm në vaj. Ashtu. Vendosim në zjarr. Njëkohësisht. Edhe duhet ta trazojmë njëkohësisht sepse ajo pikset shumë shpejt. Në moment që ajo do filloj të pikset, dhe sheqeri shkrit, e kupton? Të shtojmë një çik gjalp tani, gjatë kësaj kohe. Do t'i rrim të koka kësaj, sepse kjo që bëhet komba. A t'ja shtojnë në gjaltin? Po, shtoj. Jo, shtojnë këtë neve. Shikojmë si e thithë gjalpin, po e thithë gjalpin, këtë tregon që ajo Ka nevojë. ka nevojë, tani zbesoj, tani është fundi. Procesi mbaron. Kjo u bë. U bë. Shumë mirë.
Përgatitem shumë ushqime, disa prej tyre janë përfundu, disa janë duke u pjek. Gjatë kohës që i kemi përgatitur ushqimet, zotni Fotaçi na ka bërë surprizë, e ka marrë një pjesë e Shqipënisë i thojnë kec, një pjesë e Shqipënisë të përfshi Kosovën edhe ato pjesë të tjera i thojnë ell, e ka marrë dhe e ka pjek. Tashti na ka servu edhe po e shohim se si po duket mas pjekjes. Unë me këtë rast po të japi fjalën ty pse na ke bërë këtë surprizë, mirë po para kësaj na po të falenderojmë edhe njëkohësisht po e bëjmë nga një gëzuar. Faleminderit për ju, faleminderit shumë. Gjithë mirë. Unë citova dhe pak më përpara, thash që karakteristik për zonën tonë Gjirokastër është mish i pjekur në hedhë, sidomos në zonën e Kurveleshit. Që kanë karakteristik të tyre. Mish i piqet në qymir, në prush, me nga dalë, mund të zgjati kohë e ti rreth 2 orë, 2 orë e gjysmë. Ndërkohë, të brendshmet zakonisht bëhen kukurec, kalojnë në shufër, dhe është një asortiment tepër i bukur, tepër i rallët, tepër i shishëm. Për në një hodhë cilët në... Qka po ta mërmendja ty zotni yll në i fjalë për këtë farë pune, se kom përshtypjen se një mjeshtër i kësaj pune. Sidomos i pjekjeve në hellë. Nuk dua të bëj mbi vendosje me mikun tim Fotaç, po... me plotsu. Problemi është kështu që ju rrugëtuat në gjithë kuzhinën gjirokastrite, shijuam qahit, qifqit, pasuden, ëmbëlsirë tradicionale Gjirokastrës, pashaqoftet. Miku tim Fotaç tha që është gjelle pashajt, por unë do të thoshja që qengji në hellë është një asortiment i pashallarëve shqiptar, i gjithë shqiptarëve anë mban, pavarësisht se karakteristike ka Treva i Jugut dhe veçanërisht Kurveleshi. Jemi rritur dhe jemi edukuar në profesion me këtë asortiment dhe me këtë produkt. Jemi përpjekur që përveç traditës dhe historisë që ka pas Treva e Gjirokastrës dhe mandej e gjithë Shqipërisë, ne ta mbajmë më së miri, por përveç këtyre, me qenjin mund të bësh shumë asortimente tjera që i ka tradit, jo vetëm Gjirokastra, por në bashkë Shqipëria. Faleminderit shumë njëre. Gëzuar. Kënaqësi. Gëzuar. Për të shijuar ushqimet e përgatitura, na u bashkuan edhe familjarët e zotit Xhulati, si dhe miqtë e tij Tashamiri dhe Ylli. Shijonim ushqimet me verë dhe raki të Gjirokastrës. Ju falenderoj shumë se ardhët, dhe na vini dhe herë të tjera. Herë të tjera do bëjmë dhe gjëra më të bukura akoma. Gëzuar, mbarësi dhe gjithë mirë. Falenderoj shumë. E kena zor, si zakon që duam tradicionalisht. Gëzuar. E shijuam ushqimin e tash erdhi momenti më interesant, më i veçantë. E veçantë për shkak se po ofrojmë nëpërmjet drekës shqiptare muzika të ndryshme, në këtë rast meloditë e veçanta, zanin e veçantë polifonik të jugut të shqiptarisë, kisha me thonë. Pra, para juve është grupi polifonik Kurora Labi. Tash unë po e pyes njënin prej grupit, cilat këngë kemi na këndu? Keni me na këndu, në fakt. Në këtë koncert që do japim këtu, në repertori tia, grupi polifonik Kurora Labi ka shumë, po kemi zgjedhur 3 prej tyre. Një këngë për Gjirokastrën, një këngë lirike Pa dil lastari prillit, edhe një tjetër do vish nërdhën apo jo quhet. Gjirokastra ime fjallë mjalë të zëmrës, ku dhe guri fletë me gjuhën e nënës. It's another
apoyo, dale, dale. Sezoni I pari I emisionit Dreka Shqiptare përfundon me Gjirokastër. Tani fillojnë përgatitjet për sezonin e dytë, ku do t'ju lajmëroj me kohë se kur do të filloj dhe ku do të transmetohet. Të gjithë ju që doni ta keni drekën shqiptare musafir në shtëpinë tuaj, që t'na tregoni për ushqimin dhe traditën, na shkruani në email. Shihemi. Të vish në Gjirokastër qenë ka knaqësi. Ismail Kadare ka thënë ta njohish Gjirokastrën, do thot të kesh kulturë. Unë mundova ta njoh Gjirokastrën dhe pash se kanë një kulturë të fuqishme të gatimit, si dhe kanë një perlë të vetën që është qyteti vjetër. Unë ju propozoj që të vini në Gjirokastër dhe ju garantoj se do të plotësoheni shpirtërisht. E di që është e pamundur, por jam munduar maksimalisht që gjatë kësaj kohe sa kam qëndruar në Gjirokastër, ta ndjej dhe shijoj sadopak bukurinë që ka Gjirokastra. Personalisht mendoj që për ta shijuar bukurinë e këtij qyteti zgjedhja më e papërshtatshme do të ishte vetura, sepse mendoj që bukuria e këtij qyteti shijohet duke ecur në këmbë, në për atë kaldërm të aq të bukur. Sa I përket ushqimit, Gjirokastra ka një gamë të gjerë të pafundshme ushqimesh. Duke qenë se në vitin 2005 Gjirokastra është qytet në mbrojtje të UNESCO-s, unë jam I lumtur dhe shumë krenar që ky qytet kaq I bukur na përket neve shqiptarëve. Historite tua me florit të lara, Zoti vetë të zgjodhi që të jesh e para.